Të nderuar qytetar, sot kandidati turist politik që është imponuar si pari në listë të demokratëve në Shkodër ka tentuar të hedhë shashkat e para të prishjes së traditës qytetarisë, fushatës pozitive që Shkodra në vite ka nisur të krijojë. I pa informuar për realitetin dhe qytetarin shkodrane, Luciano Boçi kërkon me ngulm që të nxjerrë në pa shpatën e akmarrjes politike që Partia Demokratike ka përdorur për 30 vite. Me sa duket, me synimin për të tensionuar artificialisht situatën politike në Shkodër, bazuar në përvojat e tij në një vend tjetër, nga i cili qytetaria Elbasanllie i ka dhënë duart me kohë. Në lidhje me rastin e zonjës Vildana Gushta, shërojmë se siç duket qartë edhe në shkresat zyrtare të publikuara nga vetë Partia Demokratike, largimi i saj nga detyra është bërë për shkelje të vendimit të Këshillit Ministrave numër 112 datë 26 shkurt 2025 për marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjellje sapo përdorimit të burimeve njerëzore, administratës shtetërore gjatë procesit zgjedhor për zgjedhje të përgjithshme të vitit 2025. Si dhe nenit 64 fraksion 1 të ligjit numër 10.129, datë 11 maj 2009 për gjendjen civile të ndryshuar, i cili parashikon se marrëdhënia e punës në punësve të shërbimit të gjendjes civile në bashki dhe në zyrat e arkivit të gjendjes civile duhet të jetë në përputhje me parimet e panshmërisë politike dhe neutralitetit. Kaq është ligji, as më pak dhe as më shumë. Në vjen keq për zotin Luciano Boçi të sapo instaluar në Shkodër si abangji dhe qiragji politik për këtë muaj fushate, i cili ka zgjedhur të flasë pas një informacion të saktë. Ai është përdorur nga kolegët e tij në parti sepse asnjë tjetër nga kryesia nuk mund të dalë dhe të flasë për këtë temë. Nëse ka interes të di se kush punon sot në Bashkinë e Shkodrës, mjafton të drejtohet antarëve të kryesisë së Partisë Demokratike apo edhe kandidatëve në lista për deputet, të pyes Elionën, Gretën, Arbenin apo edhe vetë Vildanën, cilët nga familjarët e tyre janë të punësuar në administratën e Bashkisë së Shkodrës, dhe nëse ata janë persekutuar politikisht. Por përsa kohë këta persona respektojnë ligjin dhe u shërbejnë qytetarëve me profesionalizëm, nuk kanë qenë dhe nuk kanë sepse të ndihen të rrezikuar. Që prej vitit 2023 Bashkia e Shkodrës drejtohet nga profesionistë të cilët i shërbejnë qytetarëve shkodran, zbatimit të ligjit dhe transformimit të qytetit, dhe nuk është më vendi parkimit të fëmijëve, motorrave, vëllezërve, kushërinjve, krushqive, vjerrive të Partisë Demokratike, puna e vetme të cilëve ka qenë pjesëmarrja në mitingje. Koha e bashkisë si mish për top, për luftrat banale politike ka marrë fund një herë mirë. Qytetarët e Shkodrës kanë kuptuar mirë këtë ndryshim dhe në 11 maj do ta konfirmojnë me votë dhe besim tek rezultatet konkrete që kjo bashki ka arritur në bashkëpunim të ngushtë me qeverinë në të mirë të qytetit. Partia Socialiste fton kolegët e partive të tjera politike që Shkodrën ta mbajmë larg trysnisë dhe akuzave politike, duke ruajtur gjithmonë dinjitetin që i takon këtij qyteti. Ju faleminderit.